Miq të dashur të Pik Podcast, mirë se erdhët edhe një herë në hapësirën e ora 24.tv dhe almakos.com. Vazhdojmë me podcastet tona duke përcjellur dhe duke trajtuar si zakonisht çështjet më aktuale dhe kam dërin që të kem mysafir në kryetarin e BDI-s, zotri Bujar Osmani. Zotri Osmani, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Besoj që atmosfera është komode dhe ndjeheni mirë. Shumë mirë. Po I përballojmë nxehtit këto ditë, faqe kemi kushtet e mira në studio. Dhe shkoj te çështja që intereson më shumë qytetarëve, sepse tash u bë edhe më virale pasi u lakua edhe në media si informacion jo zyrtar kandidimi juaj për çajirin. A është akt I kryer ose thjesht është vetëm lakim në media? Ende nuk ka përfunduar proces, për shkak se është faza e dytë, fillimisht është faza e formimit të koalicioneve ose grupimeve partijake që do të jenë pjesë e këtij fronti të madh europian. Natyrisht se si do jenë të ndarja e komunave për secilën parti brenda atij fronti. Edhe pastaj faza e dytë do jetë çështja e emrave. Por si do të qoftë, atë që e kam thënë vazhdimsi, këto zgjedhje do jenë më tepër referendum se sa zgjedhje komunale. Edhe pse aspekti I zgjidhjeve që do të bëhet komunave është shumë I rëndësishëm për qytetarin, por është referendum për shkak se do jetë një betejë ndërmjet dy koncepteve. Konceptit të nashtrimit dhe vazalitetit dhe konceptit të dinjitetit institucional të cilin e kemi ndërtuar për 20 vite dhe sot po na shkelet para syve tonë. Kur mund të pritet që për shembull brenda frontit evropian ose si Bashkimi Demokratik për Integrim të kemi kandidatura zyrtare, një ndër to tjetë edhe çajiri? Besoj ndoshta deri ka fundi këtij muaji, fillimi I muajit tjetërve që do jenë si punë më të qarta. Si mendoni se do të jenë rezultatet e zgjedhjeve lokale, kur dihet tashmë që në skenën politike ka shumë informacione, shumë situata, akuzat shumëta, bile prej tash ka filluar edhe të ashpërsohet retorika mes. Ka filluar të ashpërsohet realisht, do tentoj të jemi kujdesshëm gjatë gjithë kësaj fushate deri në ditën e zgjedhjeve ashtu siç kemi qenë në vazhdimsi, për shkak se e kam vërejtur këtu një fenomen që njerëzit nuk debatojnë për politika, as për politikën, po debatojnë për njerëzit. Edhe kjo është natyra e mendjeve të vogla, ata debatojnë për njerëzit. Për shembull e kam vërejtur ditëve të fundit, unë reagoj për ndonjë politik, edhe në vend se kundërshtarët politik të kthejnë dhe të mbrojnë politikën e tyre ose të akuzojnë politikat tona, ata miren me njerëzit të cilët rinë mbrapa atyre politikave. Unë shpresoj që do arrijmë të ruajmë nivelin e debatit publik këtu. Kujtoj se situata është paksa bardhëzi. Shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë në gjendje më të vështirë, më të nënçmuar, më të poshtruar se tani. E kisha dje një koment, nuk është më kjo qeveri, kjo si të them frym agresive anti-shqiptare nuk po mjaftohet më veç me përjashtimin e shqiptarëve, po don të nështron njerëzit, prekën krenari. Do të pyes konkretisht, pse shihet kështu? Ju e dini edhe ju jeni kështu, mund apo e kemi formatin që mund bëjmë diskutim, nuk do shkojmë në intervistë klasike. Ti diskutojmë, ti mbështellojmë gjërat me aq sa kam unë përvoj juve, edhe besoj që aty jemi me unë me gazetarin, ju me politikën, lart e poshtë, pak më herët keni nis të merrni se unë me gazetari, ju me politikë, kuptohet. Pse mendon që shqiptarët janë aq keq për momentin ose përfaqësimi I tyre, duke e bërë krahasimin edhe me të kaluarën, si retorike frontit edhe e Bashkimit Demokratik është ajo se kur s'ka qenë më keq, është në nivelin më të ulët të mundshëm, edhe kështu me radhë edhe ti bëjmë ndoshta edhe paralele. Unë fillimisht kam menduar që kjo situatë është inercion I nacionalizmit që VMRO-DPMNE kishte zgjedhur si fushat zgjedhore. Për shkak se VMRO-DPMNE gjithë fushatën zgjedhore ose zgjedhjet I fitoi mbi antishqiptarizmin, mbi albonofobin, për shkak se e dinte se votuesit e tyre janë para se gjithash kanë paragjykime ndaj shqiptarëve dhe ata e nisën me moton Maqedonia përsëri e ytja. Shqiptarët na e morën shtetin, shqiptarët ja e humbëm ne krenarin, del presidentja me moton Maqedonia përsëri krenare. Gjithë kjo ishte mesazh dhe kjo thjesht ata kaleruan mbi valën e antishqiptarizmit dhe nacionalizmit. Dhe unë mendova se kjo është inercion disa muaj derisa të normalizohen, se kur ty marrësh përgjegjësi mbi institucionet, atëherë ndryshon çësia, nuk mund të jesh I njëjti si ke qenë në opozitë.
Mirë po doli se nuk është kështu. Pastaj mendova se ndoshta është naivitet politik, për shkak se nuk kanë qenë ndoshta në institucione viteve të fundit, kanë humb kontaktin me realitetin ose me peshën e marrëdhënieve ndëretnike për stabilitetin, për mirëqenjen e prosperitetin e këtij shteti. Doli që është diçka krejt tjetër, se qenë ka një plan i paramenduar mirë për të degraduar statusin politiko-juridik shqiptarëve, për të poshtruar shqiptarët, për të athyer krenarinë dhe vetbesimin. Ku poshtrohet, ku thyer krenaria? Mos kemi me raste ose me fakte më konkrete. Dise ajo retorikë që u përdor e Partisë Maqedonases në pushtet, më shumë kishte të bëjë edhe duke u nisur me çështjen bullgare, me çështjen e emrit, duke shfrytzuar gjitha këto dhe tash duke i marrë. Nuk është problem Bullgaria. Sot kishte kryeministri, thot Bujar Osmani na e shiti identitetin. Për shkak se nëse do akuzonte vetëm Bullgarinë, nuk mobilizon mjaftueshëm mllef të votuesit e tyre. I duhet një shqiptar të akuzon për këtë. Për shkak se është e pamjaftueshme vetëm akuza ndaj Bullgarisë. Për shembull, për çështjen e Koçanit, i duhet një ministër shqiptar për të akuzuar. Për izolimin e shtetit, i duhet një ministër shqiptar për të izoluar. Domethënë, kjo është natyra e tyre, botkuptimi i tyre, se ne do fitojmë nëse do i poshtrojmë shqiptarët. Dhe këtë unë nuk e them vetëm si propagandë politike, e them me fakte. Për shembull, të flasim për pjesën faktike. Ata kanë rënuar 3 shtyllat kryesore që e mbajnë marrëveshjen e Ohrid-Gjallë. Domethënë, në vitin 2001, 2001 pse ndodhi? Ndodhi për shkak se shqiptarët ishin të përjashtuar nga sistemi. Sistemi ishte monoetnik, arkitektura e shtetit ishte monoetnike. Shqiptarët ishin popull privat, jashtë institucioneve. Edhe ndodhi ajo që ndodhi. Akademia e Shkencave asaj kohe dhe kryeministri asaj kohe i ofron UÇK-s ndarjen e shtetit. Ju kujtohet preskonferenca ku del kryetari i Akademisë së Shkencave me hartën dhe thotë ndarje. Për shkak se ata vlerësojnë se ne nuk mundemi të jetojmë me shqiptarët, më mirë të presim atë pjesën e trupit e cili është trupi huaj. Për shkak se na shohin ne si trupi huaj për fat keq. Aso kohë mençuria e ushtrisë shërimtare kombëtare në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar e refuzon ndarjen e shtetit. Mirë po thotë kështu. Ne do jetojmë me një shtëpi të përbashkët, mirë po do jetojmë me disa kushte. Cilat janë kushtet? Ne do kemi status të veçantë si popull. Nuk do jemi pakic, po do kemi bashkë me Maqedonasit, do jemi popull shtetformues. Edhe atëherë me marrëveshjen e Ohrit bëhet ai pragu 20% që e ndon pozicionin e shqiptarëve si popull shtetformues. Edhe i jep 3 karakteristika themelore si popull shtetformues. Në 1, të drejtën për t'i vetë zgjedhur përfaqësuesit e vet në institucione. Ajo që ne e quajmë legitimiteti. Dikush thot po pse si nuk e keni shkruajtur në ligj? Është në amandamentin 6 të Kushtetutës marrëveshjes së Ohrit shkruan për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që nënkupton se populli mbi 20% si popull shtetformues e ka të drejtën të zgjedhë institucionet. Kjo ishte shtylla e parë. Shtylla e dytë ishte kjo. Populli shtetformues mbi 20% ka të drejtë të vendon veto për çështje të cilat kanë të bëjnë me identitetin, kulturën e vet. Edhe këtu 2 mekanizma krijohen. Badenteri ose shumica e dyfisht në mbi 70 ligje, edhe balansuesi për të vendosur veto në punësimet monoetnike. Shtylla e parë legitimiteti, shtylla e dytë vetoja me këto 2 nëndegët dhe shtylla e tretë populli mbi 20% që është shtetformues ka gjuhën e vet zyrtare në nivel shteti. Këto ishin 3 marrëveshjet, 3 shtyllat e marrëveshjes së Ohrit për të penguar ndarjen e shtetit. Edhe tash, çka bën kjo qeveri? Punën e parë që bën është shkel mbi legitimitetin, mbi atë të drejtën bazike që jemi marrë vesh në 2001-shën, që ne rrim bashkë, po ne vendosim për përfaqësuesit ton. Ne vendosim kemi fatin ton, për shkak se ne nuk kemi qiraxhin këtë shtet. Pse nuk kanë vendosur vetë shqiptarët në këtë qeveri? Në këtë qeveri ka vendosur Mickovski se i ka zgjedhur të preferuarit e vet, miqt e vet, ata të cilët i ka pas zëvendës drejtor kur ka qenë drejtor dhe kanë krijuar miqësinë e tyre, ose ata të cilët kanë menduar se i kontrollon më lehtë. Domethënë, legitimiteti u rënua. Vetoja u rënua. Si u rënua shtylla e dytë? Balansuesi u anulu.
dikush thot po gjykata kushtetuese. Nuk e boni, e bëri gjykata kushtetuese, po fillimisht ishte në programin zgjedhor të VMRO-DPMNE-s pika më duket 98 ku thot më një herë pas zgjedhjeve ne do e anulojmë balansusin. Gjykata kushtetuese si organ ekzekutiv i partisë, për fat keq që është shndruar, e anulon balansusin. Pasojat e anulimit balansusit ne do i shohim në vijime si për tash e shohim vetëm majën e icebergut. Sot i përmenda në strugën tënde, sot kam përjashtu 11 nga pyjet e Maqedonisë, sot në Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari kam pranuar 21-0. Sot në arkivin e shtetit kam pranuar 14 Maqedonas dhe asnjë shqiptar. Në regjistrin qendror 8-0. Në HEC ose një prej këtyre kompanive energjetike në Strug 23-0. Në shpilje të Dibrës 14-0. Në Gostivar 17-0. Flasim në komunat ku shqiptarët janë dominues, mos flasim në Shkup. Cila është arsyeja? Pse kanë kaq lehtë që ta bëjnë këtë nëse është ashtu si thoni ju, se akoma nuk e kanë konfirmuar. Vetëm ta rrumbullakoj. Domethënë një balansuesi si dega e parë e shtyllit të dytë anulohet, edhe badenteri anulohet. Ti do më pyesësh si anulohet badenteri kur badenteri ekziston. Në momentin kur gjykata kushtetuese vazhdon ta shqyrton ligjin e gjuhës shqipe, që është miratuar me badenter, në përbërje monoetnike, badenteri bëhet farsë. Për shkak se bëhet vetëm një kontroll, një mekanizëm kontrollues, nuk është më veto. Vetoja do të thotë se nëse shqiptarët nuk pajtohen me një vendim, ata e bllokojnë përgjithmonë. Kështu jemi marrë vesh në vitin 2001. Edhe e treta, shtylla e tretë është gjuha, e cila po atakohet, ka një agresivitet të papam ndaj gjuhës në gjitha nivelet. Në një, gjykata kushtetuese don ta anulon, edhe ka planifikuar ta anulon pas zgjedhjeve lokale. Në dy, inspektoratin si organi më i rëndësishëm ekzekutiv e kanë shkatruar, i kanë lënë njerëzit pa rroga. 1 vjet e gjys. Edhe ta votoni ligjin që 1 vjet e gjys. Deputetët e Bashkimit Demokratik që besoj që ju keni komunikim shumë mirë dhe ndikim në vendimin e tyre, ato ta kaloni ligjin që t'i marrin rrogat. Po diçka është e ligj, për t'ia marrë autonominë inspektoratit. Domethënë ja kanë marrë autonominë inspektoratit, i kanë lënë pa rroga 6 muaj me qëllim që ata dorhiqen, nëse ata dorhiqen, se kush mund duron 6 muaj pa rrogë. Edhe për të kriju inspektor të ri, duhen minimum 2-3 vjet, për shkak se ata duhen trajnim, duhet licencohen. Domethënë autonominë ja kanë marrë dhe e kanë fut në kuadrat Ministrisë Drejtësisë. Njerëzit i kanë lënë pa rroga. Kanë folë me njerëz të inspektoratit. Nuk i pranojnë më në institucione, nuk i respektojnë, nuk i trajtojnë. Tregonin ata, thot, në qeverinë e kaluame, hynim të institucionet më të rëndësishme dhe na trajtonin si revizioni shtetëror, si inspektorat i rëndësishëm. Tash as nuk i trajtojnë. E kanë hjek memorandumin, leçi më teksti nuk është në 2 gjuhë, siç ishte përpara. Edhe memorandumi ku shkruan ministria, kjo në 2 gjuhë, e kanë hjek edhe atë. Kanë hjek tabelat për institucioneve, kanë hjek gjuhën shqipe prej vulave. Si është e mundur, në rregull, me këtë këto pajtohem, si është e mundur që as let hiqen gjithë ato mbas 22 viteve, jo 22 vite, prej 23 viteve kur shqiptarët domethënë janë pjesë me kategori kushtetuese si shtet formues, dhe të mundet kaq lehtë bëhen gjitha këto. A do të thotë se për 20 e sa vite tash nuk dua ta arsyetoj këto që janë, se do vi me rend edhe po vetëm e marrin që ta dim deri ku jemi, domethënë ti mbëshillojmë se. Si mundet mbas 22 viteve çështja aktuale të jenë këto çështje? Thonë zoti Osmani, pse nuk janë betonizuar? Këtë pyetje ja kanë bërë edhe zotit Bexheti këtu, zotit. Kjo gabim tezësh. E si është kjo? Pse dikush vjedh, nëse dikush vjedh, pse ligjet nuk e kanë rregulluar? Po ligjet e kanë ndaluar, po ai që vjedh duhet dënohet. Edhe këtu ligjet e kanë betonizuar gjuhën shqipe. Këtu po shkelet kushtetuta. Këtu po shkelet ligji për gjuhën. Këtu po shkelet ligji për inspektoratin. Çfarë betonimi duhet? Ditur se si opozitë. Çka nuk kupton betonim, vërtet beton duhet me vendu apo duhet ligj? Po do të jetë edhe në kushtetutë edhe në përgjigje që mos mund të lëvizet. Po nuk mund të lëvizet. Është i vetmja gjuhë e cila ka inspektorat që vendon xhoba mbi institucionet të cilët nuk e respektojnë gjuhën. Mendoni se nuk besoni në deklaratat për shembull tash po ju pyes. Në deklaratat e zotit Mergjitja dhe të tjerëve që thonë se me reformimin e atij inspektorati dhe me sjelljen e ligjit 3 për inspektoratin do të mund të ai inspektorat ketë më shumë kompetenca, sepse deri më tash sa kohë ka që është bërë ai inspektorat? Që është themeluar.
Ka 10 vite. Jo. Ligji i gjuhës është miratuar 2019-ën. Domethënë 7 vite. Jo, 7 vite, mirë, po funksionim efektiv ka 2-3 vite. Sa gjoba ka vendosur, sa ministra, sa drejtor, sa institucione janë dënuar për mosbatimin e Duhet gjuhës? t'i pyetni ata, unë kisha do ta dinin në periudhën ju deri sa keni qenë ministër. Unë kisha në një debat edhe publik me një prej inspektorëve, besoj që edhe e keni po, edhe ai sakt tregon me numra se sa parashtesa kanë bërë për personat fizik, për personat personat juridik, se procedura është deri në gjykatë dërgohen. Pastaj gjykata merr vendim. A keni pas besim gjykata si pushtet atëherë që keni lënë që gjykatat vendosin jo direkt inspektorët, se për shembull kur nëse inspektorati çka nuk kupton paktën si e kuptojnë njerëzit. Nëse un jam inspektor për një sektor apo këtë rast i gjuhëve. A mund të bëjmë krahasimin me drejtorinë të ardhurave publike? Nëse inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike vinë te unë, konstatojnë se unë punoj në mënyrë jo të ligjshme, nuk jap kupon fiskal. Ma mbyllin, ma vendojnë plombën, nuk mund të punoj 2 javë ditë, pagoj job 5.000 euro e kështu me radhë. A nuk do të ishte kështu, a nuk duhet të kështu të funksionon inspektorati i gjuhës? Kështu është, nuk ka gjuhë tjetër që ka inspektorat që dënon gjoba. Mirë, po kështu pse s'ka funksionuar? Kështu ka funksionuar. Jo, tash gjykata të vendosë për drejtorinë të ardhurave publike për shembull e marrë. Nuk vendos gjykata, aty ti do t'i paguash. Pyetni inspektorët, i kanë trajtuar institucionet me respekt, i kanë kërkuar ndihmë çdo herë që kanë gjetë vërejtje. Për shembull Ministrinë e Jashtme kur kanë ardhur, kanë gjetë ndonjë vërejtje tek, më kujtohet si sot. Kishin gjetë vërejtje te sistematizimi i ministrisë për shkak se u dikun 600 faqe, edhe nuk kanë arrit që ta bëjnë në dy gjuhë. Një pjesë ishte edhe inspektorati më kishte dërguar me emër vërejtje, thotë kemi konstatuar që në ministrinë tuaj dokumenti për sistematizimin e punëtorëve është dy gjuhë. Unë asgjë e kisha ditur, për shkak se është dokument administrativ arkivor. Edhe me njëherë mbas atij rekomandimi, dhash urdhën që të rregullohet sistematizimi. Kjo ka ndodhur te ministria ku keni udhëhequr ju. A mund të kenë ndodhur te ministria e Zotit për shembull për me emra, Zotit Mariçiç, ka ndodhur çdo kund. Ka ndodhur çdo kund, po shif, teza ndryshe. Pse këta tentojnë ta rrënojnë, ta anulojnë me qëllim inspektoratin? Për shkak se ju dhem inspektorati. Inspektorati është organi ekzekutiv që garanton implementimin e shqipës. Edhe në një marrin ligj për t'ia marrë autonominë, i lën inspektorët pa punë, ja marrin veturat. E ndëgju drejtorin që tha unë pse nuk ja jepni veturën inspektorëve që dalin në teren? Jo, tha se nuk është i sigurt, nëse bën ndeshje më mirë të bëj unë ndeshje se sa inspektorët i rrezikoj. Kjo është edhe ironizim me gjuhën, ose ajo që ndodhi dje kur kryeministri thot Njerz Stojllkoviçi i thot 99% do e shkarkojmë se ka folur shqip drejtori. Kryeministri thot nëse edhe një herë përsërit, domethënë nëse flet gjuhë zyrtare, ai e shkarkon, ky tjetri del në sitell dhe thot kërkoj ndje se nuk e kisha me qëllim që fola shqip. Nuk është problem këtu a ke folur maqedonisht jo. Gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Si kemi obligim ne ta flasim maqedonishtën, edhe ata kanë obligim ta flasin shqipen. Ai dil ti si gazetar edhe pyeti në shqip funksionarët maqedon. Pyeti në shqip, edhe nëse nuk të përgjigjen, kërko përgjegjësi të dorëhiqen nëse nuk flasin shqip herën tjetër. Nuk mund të kemi trajtim jo të barabartë të dy gjuhëve zyrtare. Prandaj mos ta humbim malin prej drujve. Ka një plan sistematik për ta rrënuar gjuhën shqipe, e dini pse? Unë kuptoj teorinë që ju e përdorni edhe në rregull, mirë po për shkak se qëllimi është për degraduar statusin ton politiko-juridik në nëse BDI-shte. Edhe nëse këtë kam si pyetje, më vërtet dua ta marr ku ju do të kishit vepruar ndryshe nëse do të ishit në këtë përbërje aktuale, vetëm në vend të vlen, të ishte Fronti Evropian e para dhe e dyta. Kur jemi të balancuesi, fakt po, të përfaqësimi i drejtë aty kota kështu. Dhe edhe ju vetë keni kërkuar që të hiqet kjo. Jo, nuk është një dokument që është në shkruan ka ju. Edin ma ka sjell këtë mysafir i vlenit mysafir këtu. Domethënë çka është dallimi? Atë ju pyes. Le ta shpjegoj. A keni dhënë pëlqim se kjo është mirë që të shfuqizohet? Jo. Dhe ose si le të kompenzohet. Domethënë balansuesi ka qenë një prej mekanizmave më të suksesshëm të marrëveshjes së Ohrit. Për shkak se balansuesi ka garantuar 20% ose 25%, 29% fakt % shqiptarëve të janë në institucione. Kishte defekte gjatë rrugës. Njerëzit e keq përdornin. Edhe ne kërkonim zgjidhje. Një prej zgjidhjeve që e kërkonim ishte që të ketë një dokument ku shkruhet përkatësia etnike gjatë lindjes, që njerëzit nuk mund ta ndrojnë pastaj. Mirë po, vlerësimet ishin se është çështje subjektive, njerëzit do e ndrojnë kështu me radhë. Pastaj kishte një dilemë, a duhet të jetë balansuesi në nivel të një institucioni, për shembull një spitali, apo në nivel të sektorit.
shëndetësia në përgjithësi. Po, për shembull, një spital, një repart, komplet ashtu po. A duhet të jetë 29 shqiptar në një repart, apo duhet të jetë 29% në nivel të Ministrisë së Shëndetësisë përgjithësi? Edhe ky debat e pat ngrit aso kohë ministri për administrat, thonte kufizimi në nivel mikro po e vështirëson procesin e punësimeve. Edhe debati o qel në këtë drejtim, a duhet të jetë në nivel mikro, në nivel të mesëm, apo në nivel sektoresh? Asnjëherë nuk ka pas debat për të hjek balanserin si mekanizëm. Ata garantoj për shkak se është një prej përfitimeve më të mëdha të marrëveshjes së Ohrit, edhe rezultatet e hjekjes balansuesit ishe sot në për çdo institucion. E dim defektet e balansuesit, e dim se sa ato janë minimale, unë e di se them. Shqiptar janë punësuar si duke ndruk përkatësi në aplikim. Ama e di sa janë ato? E di sa janë ato? Ato janë me promila, 0.1, 0.2. Po nuk janë. E di si është ajo? Domethënë, ju e dini që unë kam punuar në televizion edhe nuk ka pas muaj që nuk janë bërë kronika se nga çdo institucion janë bërë lëshime të tilla. Institucionet që i kam udhëhequr unë. Një ose asnjë nuk ka pasur. Nga gjithë punësimet. Për shembull, jo më intereson bashkë. Pse është dash lejohet kur e shef emrin? Unë emri dhe mbiemri nuk mund të flasë çka. S'ke drejt ligjore. Nëse ai da deklaron se është ashtu, a balansuesi tregon që duhet letër një njoftimi duke ka ndruar, dhe s'male ka ndruar vetëm në letër njoftim nuk shkruan përkatësi etnike. Problemi është që nuk ka asnjë dokument i cili e shkruan përkatësinë etnike. Krenari si ministri i drejtësisë u mundua që ta fut në certifikatën e lindjes. Gjykata kushtetuese ja anuloi. Domethënë, ne zgjidhjem për shkak se unë kam do të thotë që zgjidhjet kushtetuese te ne, okay, ligjet i kemi shumë të mira, për këtë e dim. Në çdo aspekt ligjet i kemi fenomenal. Do të thotë që zgjidhjen kushtetuese shqiptarët nuk e kanë në nivelin e duhur, prekur ka përfunduar konflikti, u votuan ndryshimet kushtetuese. A di si është kjo? Nëse ke një shtëpi, edhe të pikon nga një pjesë e çatis, ti nuk do të ta prish shtëpinë, duhet ta rregullosh çatin atje. Kjo është, ke një sistem i cili ka garantuar rezultate, mirë po të ka piku dikun nga një defekt, ja si ishte kjo keqpërdorimi, ti mundohu të gjesh zgjidhje. Për shembull, vendo xhoba se nëse e ze dikë që e ka ndryshuar, do e fuzish në burg. Do i frigosh njerëzit, nuk do e bëjnë më. Ka 1 milion mënyra për ta korrigjuar, jo për ta prish balansuesin. Balansuesi nuk është prish për shkak të defekteve. Është prish që sot munden të punësohen 23-0 në Strug, 14-0 në Dibër, ose në Gostivar, ose në çdo qytet tjetër. Po, unë thash, këtu nuk është problemi më vetëm te ai rënimi racional i degradimi i çështjes shqiptare. Është edhe shkelja mbi dinjitetin, mbi krenarinë e shqiptarëve. Çka do të ishte më ndryshe nëse në këtë përbërje me 58 deputetë sa i ka vëmërë DPM, me Znamin edhe me këto do të ishte BDI ose Fronti Evropian. I cili tashmë mund të themi se edhe pas do të kërkoj edhe një koment tjetër. Çe kështu në vend të vlen nëse do të ishte BDI me Frontin Evropian, çka do të ishte më ndryshe? Asnjëherë nuk do mundeshin të kalojnë këto vendime edhe ky turprim publik që ju bëhet shqiptarëve në prezencë të njerëzve të zgjedhur, se këtu ku është problemi. Unë nuk them që këta përveç që nuk dinë, problemin e kanë, handicapin kryesor e kanë se s'kan mandat prej popullit. Edhe ti kur tulesh, shif një. 107.000 kundër 130.000 me koalicione, me gjitha bashkësitë tjera etnike, përveç me palë vetëm ta shpjegoj. Ata i ka zgjedhur Mickovski për partner, nuk i ka zgjedhur votuesi shqiptar. Votuesi shqiptar është një vot më tepër. Kjo është demokraci. Ai kur ulet me Mickovskin në tavolinë. Kush ndaj kujt ishte votuesi shqiptar? Jo do ta lë, patjetër. Kush ndaj kush ishte votuesi? Vetëm lejo. Ai kur ulet në tavolinë me Mickovskin. Ai nuk mund ngrit zërin ose të konteston ndonjë çështje se Mickovski thotë ti rri urt se unë të kam zgjedhur ti këtu. Nuk të ka sjell ty askush këtu. Ti je preferenca ime. Je njeriu im. Edhe këtu përfundon çdo debat. Kur je ti atje për shkak se ke marrë një vot më tepër se oponenti juaj politik. Me deputet mere. Numri i deputetëve. Atëherë ti nuk e ke det kë e ki në anën e kundër tavolinës. Për shkak se ti atje me vetbesimin që ta ka dhënë votuesi shqiptar. Handikepi më i madh i mospasjes legitimitetit dhe normalizimi i vazalitetit si koncept është kjo që e shohim sot. Poshtrimi institucional, degradimi institucional
A kam pasur shqiptarët degradim të tillë institucional më herët në Po kohën e ndëgjova, Vëmëros kur ka qenë. po ja, nëse them unë jam subjektive, ndëgjova dje Arben Taravari me një intervistë i cili thotë në 35 vitet e fundit shqiptarët nuk kanë pas qeveri më të dobët, edhe thotë njeriu i cili ka qenë pjesë asaj qeveri. Domethënë flet edhe për Po, por mos harrojmë se zoti Taravari luteshte që qëndroj në qeveri. Edhe këtë ja kam thënë edhe në emision kur ishte në karrikën tuaj. ai flet edhe kur ka drejt qenë drejt për drejt e lutte zoti, e lutte tash mos të keq kuptohen, po në fakt vetë në prezencë timen edhe si gazetar ka thënë që do të takohem me zotin Mickovski, pastaj do të vendos. nuk do të kërkoj qetëri. Nuk ka një administrator shqiptar, një i punësuar në cilën do pore të sistemit, i cili nuk e ndjen poshtrimin, nënçmimin, degradimin që na bëhet si Po them, a është kjo siç e thot Taravari që s'ka pas situatë më të keqe, shqiptarët s'kan qenë asnjë në situatë më të keqe? Unë mendoj që Kemi qenë, domethënë, i dim para deri diku jemi njëjtë me zhvillimet prej këto 15 vitet. asnjëherë nuk ka pas degradim të këtij lloji. Asnjëherë nuk ka pas degradim të këtij lloji, për shkak se ky është degradim sistematik me pasoja të rënda për ndryshimin e arkitekturës shumë etnike të shtetit. Ka mund të ketë pasur devijime në raporte forcash, mirë po plan sistematik ku partitë politike maqedone bëhen bashk për të rënuar arkitekturën multietnike të shtetit dhe për të krijuar atë që kryeministri e thot, ne jemi shtet i 2/3 Maqedonas dhe të tjerëve shqiptar turk, kjo nuk është marrëveshja bazike e 2001-shit. Ne e kemi refuzuar ofertën e Akademisë Shkencave dhe kryeministrit asë kohë për një koncept të marrëveshjes Ohrit që nënkupton status të veçantë të shqiptarëve këtu, shtet unitar, integrim dhe decentralizim. Unë vetëm një gjë nuk e di, këtë që ma pyete, cili është qëllimi final. Për shkak se në politik vakum nuk ka, po e heqe një marrëveshje, do duhet alternative. Alternativa e marrëveshjes Ohrit është marrëveshja e Daytonit. Kush po don që ta dështon projektin më të suksesshëm të demokracive multietnike në rajon, këtë nuk e kam qartë. Veç e di që nuk është interes i Bashkimit Evropian, nuk është interes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat aq shumë kanë investu që të krijojnë një model të suksesshëm të demokracive multietnike që pastaj ta eksportojnë edhe në rajon. Ti thon Kosovës, ja shifeni, Maqedonia mundeshka, mundeni edhe ju, ti thot Serbisë, mundeni edhe ju. Po në Kosovë funksionon gjithçka në rregull për dallim prej këtu. Ti thot Bosnia e Hercegovinës, mundeni edhe ju. Po dështoj, a dikush don qëllimisht ta dështon modelin multietnik këtu, për treguar se në Ballkan nuk ka shpresë për shtete multietnike, këtu kanë frikë se ka një plan më të madh, është një dreç i madh, si thon, i cili don saboton idenë e shteteve multietnike. Kush mund të jetë ai? Se më hike për pyetjes bashkë do të kthehemi. Kam disa pista të mia, të cilat nuk për moment mendoj që ende nuk janë të pjekura për t'i thënë, po do i them në kohë që por jam i bindur se është një plan i mirë organizuar për të sabotuar konceptin e shteteve multietnike edhe idenë evropiane këtu. Këto dy modele duan të sabotohen, mendoj që kjo qeveri është vetëm instrument i asaj idesë madhe. Kur të pyeta zoti Osmani për asaj që normal, tash ju e elaboronin mënyrën e juaj edhe me gjithë respektin për ato. Kur pyeta kanë qenë ndonjëherë më keq shqiptarët. Ti përmendim disa raste kur unë kam trajtuar drejt për drejt si gazetar ose kam qenë prezent. Deri tash me këtë qeverisje, me gjithë këto akuza që i bëhen, që janë legjitime të i bëhen dhe nuk kam asgjë kundër, sepse nuk bën akuzë numra, përmenda numra. Do të thotë, po kur flasim për statusin e shqiptarëve për momentin. Çfarë kanë bërë partitë politike shqiptare në pushtet kur nëna shqiptare me shamia janë burgosur dhe kanë dalë, janë dërguar në burg para policisë parasen me pranga në dorë? A ka mbajt përgjegjësinë në një parti politike shqiptare? Çfarë ka ndodhur kur shqiptarët u shpallën terrorista me rastin Mostra? Çfarë ndodhen kur shqiptarët u futën në Kurth, në Kumanov dhe u ekzekutuan djemtë më të fuqishëm të kombit, kështu të paktën unë kështu i vlerësoj, mund të jem gabim. Çfarë ndodhi kur e mbani mend mirë edhe ju edhe ne se si tek ura e gurit rrifeshin me shkopi të gjatë, janë pamje që nuk e harroj asnjëherë, pikërisht shqiptarët dhe nuk kishte asnjë dorëheqje, asnjë mas, asnjë reagim partive politike shqiptare. Çfarë ndodhi kur 500 milionë euro shkuan te shkupi 2014? Unë mendoj a kanë qenë a janë këtë nivel ta shqiptarët ose janë më keq? Unë mendoj pyetja juaj duhet të jetë ku e lat. Kjo duhet të jetë pyetja. Po më pyetni për për shkak se pyetja juaj është në retrospektiv, çfarë bët ju? Ja unë po e riformuloj pyetjen tuaj ku e lat.
e lam me kryeministrin e parë shqiptar, e lam me ministrin e jashtëm dhe me ministrin e financave shqiptar, e lam me pozicionim të shqiptarëve të cilin e të pa precedent në historinë e politikbërjes shqiptare, me një rikthim të dinjitetit institucional dhe kolektiv. A ka pasur vështirësi gjatë rrugës, po ku e lam? E lam në një pozitë ku shqiptari u ndi përsëri zot në shtëpitë vet. U ndi përsëri se nuk është më qira xhi në shtëpitë vet. Sot takova një njeri sot në punë kujdestari, e çka më tha? Tha në spital ishte kërkonte shërbim. Tha na mungoni në çdo porë të sistemit. Na mungoni në spital, na mungoni te sporteli, na mungoni në institucione, për shkak se ndihemi tash të poshtruar, të nënçmuar dhe të keq trajtuar. Kjo është pyetja që duhet bëhet. Ku e lam dhe në çfarë ku kemi ra tash. Edhe ndoshta është e mirë, e thash edhe diku tjetër, ndoshta është e mirë që ndodhi kjo, flas nga perspektiva partijake, se në vazhdimsi ne është dashur të garojmë me premtimin, me abstrakten. Ne thonim kemi bë kët, ata thonin kur të vim ne do e bëjmë kët. Për herë të parë, ne në zgjedhje do shkojmë me krahasimin e të bëmave. Ne do themi e bëm kryeministrin e parë shqiptar, ata do thonë suksesin më të madh e kishim drejtorin e Filharmonisë, për cilën aq luftuam dhe në fund e bëm drejtorin e Filharmonisë. Domethënë, nga perspektiva partijake, për herë të parë ne do dalim nga perspektiva qytetare, shqiptarët u bën zot në shtëpitë vet. Sot shqiptarët fituan, dua të them, më jep të mirat materiale që i fituan. Me kryeministrin e parë shqiptar që, okay, në aspektin institucional, shqiptarët fillimisht mund të ta elaboroj që të jemi mos të përzim temat, se më pëlqen mënyra se si i trajtojmë çështjet. Me kryeministrin e parë shqiptar, në rregull në aspektin politik, në përfitimet partijake të Bashkimit Demokratik për integrim. Nuk janë përfitimet partijake. Ne i thyem monopolet etnike. Kryeministri ishte monopoli fundit etnik i cili ishte mbajtur, ajo ishte simboli i padrejtësisë, se ju jeni qytet. Nuk është pak një kryeministër teknik shqiptar për shembull. Teknik. Nuk është me rëndësi, është teknik, nuk është teknik. Është kryeministër i një qeverie politike, një figurë politike me një të kaluar të tij gjithashtu shumë të rëndësishme për të dhënë mesazhin se këtu nuk ka zona të monopolit etnik, nuk ka zona të rezervuara për një popull dhe të ndaluara për popullin tjetër. E shihni si thot kryeministri, kush i dha drejt Bujar Osmanit negocion për shtetin tim, po kush dha ty drejt negociosh për shtetin për këtë shtet? Pse ti je më i privilegjuar të negociosh për shtetin, unë nuk jam i privilegjuar? Këtë e ka thyer BDI. E ka thyer këtë barierë mentale se ne jemi qytetarë. A menaxhuar drejt me Bullgarinë, çështjen për shkak pa tu ku mundu ti, edhe pse normal ne do të më pa njëri interesat ton, po duke e pasë se kërkundi si shqiptar nuk kemi pozita këtë shtet. Fillimisht se më pyete çka kanë fituar shqiptarët. Kanë fituar shqiptarët njerëz që kanë bërë shtetin në NATO dhe sot kanë siguruar të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre sa i përket sigurisë dhe ndikimeve të lindjes që gjithmonë kanë qenë anti-shqiptare. Shqiptarët janë integruar në sistem si asnjëherë më parë. Shkoni sot nëpër klinikat e Shkupit, profesionistët shqiptar janë një ndër më të mirit atje që u shërbejnë njerëzve në përgjithësi. Kemi kriju kuadro politik në çdo institucion me të cilën sot mund të krenohen. Shqiptarët thjesht filluan të ndjejnë shtetin si tyre edhe në kontekst të privilegjeve, edhe të përgjegjësive ndaj shtetit. Nuk u ndalua për shembull ai egzodi kushtimisht, po e them, i ikjes të qytetarëve. Unë dim, ja do ta nisi prej te unë zoti Osmani. Dim se tash këtu nuk e merr folin për mua dhe për personalisht Bujar si me Fail, po tash po e marrim më mirë veten shembull, mos ti marrin tjetër. Unë edhe vllajën edhe motën i kam në Gjermani, kam mbetur vetë këtu. Edhe unë edhe ju e keni. Edhe unë kam. Do të them kështu. A mund ta elaboroj një mendim timin, unë si e kam, por jo për inat dikujt ose të flasim për perceptime ose për ata që ballafaqojmë në realitet. Ju vetë cekë që unë jam strugan, ashtu. Kur shkojmë në Dollogosht, edhe një miku jo i ngushtë që kemi shok përbashkët, juve kolegë bashkëpunëtor dhe kështu me radhë. Ne s'kemi kanalizim, a e
duke ardhur prej ideologishte. Po ti them kështu sepse e di pse, dua pak të shohin njerëz në prizma. Okej, NATO, dashkemi, do punojmë të shkojmë NATO se jemi pro perëndimor, jemi pro amerikan. Jo, nuk e nënshmoj. Mos e nënshmo se NATO është jetë. Jo, më le ta elaboroj se NATO çfarë është keq kupton. Jo, po mos relativizo NATO-n me kanalizimin, se më kujtohet në 2017 thonin shqiptarët nuk duan federalizim, duan kanalizim. Kam përshtypje se kanë nisur nuk e relativizoj sepse NATO pajtohet me ju që është jetë dhe nëse ne nuk jemi aty ku është SBA-ja dhe ku është Bashkimi Evropian, ne jemi aty ku është Rusia atëherë. Atëherë jemi aty, edhe për aty të shem kush. Mirë po, vetëm më le ta elaboroj. Ç'është që pastaj të më kuptosh. Do thonë, shkojnë do llogosht që po e nisi prej fillimi. Shkojnë do llogosht, unë s'kam kanalizim. Shkojnë do llogosht, unë s'kam ujë për pije. Sidomos tash verës jam në krizë. Kthehem në Strug. Qyteti i Strugës që është burimi kryesor i ujit. Nuk ka ujë të pishëm, kohë më të caktuar. Shkon në Ohër e ke, a fakt e dim që të gjithë tuvacionat shkojnë në prej fshatit shumë. Zbresim për në Kërçov. Gjysma e Kërçovës nuk ka kanalizim edhe Zajazi. Vim Gostivar, vim Tetov, vim shumë radh. Nëse bëjmë paralelizëm, shkojmë në një shkollë në komunën e Gjergje Petrovit ose të aerodromit, ku duhesh. Edhe shkojmë në një shkollë në Çajir, shkojmë në një shkollë në Tetov, shkojmë në një shkollë në Dologozh, në Strugë e kështu me radhë. Derisa të nxënësi shqiptar, vetëm lerë ta bëjmë këtë. Derisa të nxënësi shqiptar nuk kanë banka edhe karrike, edhe kushte salla sporti dhe dini se çfarë gjendje janë, nuk e them me tendencë, te shkollat që udhëhiqen nga kryetar komunës Maqedonas, kanë edhe vende për pajisje të telefonave kur ti marrin shkollë. Do të thonë, okay, a mund të jemi qytetar ta mbyll me këtë? A mund të jemi qytetar pro-evropian? A mund të jemi qytetar që do të jemi të barabartë me qytetarët evropian kur nuk kemi kanalizim ujë të pishëm edhe shkolla? Kështu, unë nuk pretendoj se gjithçka ka qenë e përkryer edhe në kohën tonë. Se nuk ka pasur gabime, se ka mundur të bëhet më shumë. Po nuk mund të më mohon askush, se gjendja edhe mirëqenia e shqiptarëve nuk kanë ndryshuar gjatë kësaj periudhe, pikërisht për shkak mundësisë që i është dhënë si popull për të bërë pjesë e institucioneve. Edhe merrnin dash krahasime statistikore se si ka qenë gjendja e shqiptarëve në aspekt të punësimeve, në aspekt të shkollimit, në aspekt të mirëqenies përgjithshme. A është e mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme. Prandaj gjithë ajo përpjekje për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, se nuk ka progres ekonomik të mjaftueshëm për një shtet vogël të izoluar, pa dalje në det, pa resurse natyrore, përveç se të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe jo rastësisht jemi bërë si papagaj. Këto 20 vite për të thënë se nuk ka perspektivë, nuk mund t'i ndalim njerëzit ne. Pse mundet për disa komuna, po e marr komuna se vjen. Pse mundet për komunën e Shtipit të ketë perspektivë, për komunën e Strugës mos ketë? Po i marr kështu. Jo, ama seriozisht po e shohim në aspektin infrastrukturës po fol. Eksodusi është më i madh për infrastrukturën në Maqedoninë Lindore. Në Maqedoninë Lindore eksodusi është i pakrahasueshëm me atë në Maqedoninë Perëndimore, mos perspektiva, varfëria. Jo, dakor, po në aspektin e infrastrukturës. Shkoni në qytetet atje në Maqedoninë Lindore, do e shihni se si edhe ata për shkak se pa BE nuk ka zhvillim të mjaftueshëm. Bashkimi kjo BE-ja do na bjerë zhvillim të barabartë rajonal për shembull. Absolutisht po. Vet nuk mundemi pa BE-n ta bëjmë. Nuk deri në një minimum sa mundet një shtet i vogël, i izoluar. Ama elaboron vetëm këto shkurt. Pse kur e kemi ministrin ton të financave, po e them që kështu ministri shqiptar të financave, mundet zhvillimi i rajonal të jetë më i mirë infrastrukturor gjithmonë flas, arsim, shkolla, salla sportive, ujë të pishëm, kanalizime kështu me radhë. Të jetë i mirë në pjesën lindore dhe të jetë i keq në pjesën perëndimore. Pjesës perëndimore është ministri i financave. Pse nuk e kuptoj? A është ne nuk dim të menaxhojmë punët kur thon ne është edhe veten aty? Apo i shohim ndryshe apo nuk na intereson? Ai më elaboro këto. E di me gjithë respektin pyes për marr një shembull. Bagazhin tuaj politik. Marr një shembull korridorin 8. Derisa korridorin 8 e menaxhonte Ministria e Transportit, 15 vite gjente arsye për mos realizuar. Fillon një herë ishte presion i madh i bënin ministri i transportit asë kohë për korridorin 8. Nisi të bën punim fizibiliteti se a do kalojnë mjaftueshëm vetura dhe a do të jetë i lëvërdishëm projekti. Domethënë mënyra sistemore, për shkak se sistemi ishte i dizajnuar para marrëveshjes së Ohrit një arkitekturë monoetnike. Edhe vullneti më i mirë politik sabotoheshte brenda sistemit.
edhe vazhdon të sabotohet në tutje. Pastaj kalon faza derisa u arrit një pozicion më i vëlidshëm politik i cili e theu sistemin edhe filloi të realizon korridorin 8. Do 20 vite është thehet ai sistem? Do me me 3 mandate ministër të financave shqiptar. Ekziston një sistem. Nuk mundesh për shembull të ndalet investimi kush do ishin qeveria i barabartë. A duhet jemi gjithë palët barabartë. E di po dua të elaboroj shumë poshtë, se jo gjithë qytetarët mund na kuptojnë kur folin për politikat e mëdha. Për shembull, unë jam ministri i financave. Vjen Bujari, më fal që thirrë kështu drejt, vjen edhe thot unë e du korridorin 8. Vjen Trajko ja thot unë e du korridorin 10. Edhe unë jam ministri i financave, thonë unë nuk e nënshkruaj korridorin 8 nëse nuk shkon paralel me korridorin 10. Edhe nënshkruan korridorin 8. Po në pas 20 vite tash le mora shembull korridorin 8, po për më herët. Në implementim e tutje, ju keni një sistem të tërë i cili saboton projekte të cilët derisa ne nuk e thyem atë sistem. Dhe këtu unë flas për dinjitetin institucional, për shkak se ne arritëm me përpjekje të mëdha për të thyer shtetin e thellë i cili sabotonte barazin këtu. Tash shteti i thellë është bë shteti ka dalë në sipërfaqe. Shteti i thellë më nuk fshehet në sistem, është bë pjesë e qeverisjes publike për të luftuar barazin dhe për të bërë agresion mbi gjithçka që është e jonja këtu. Mua më vije keq sinqerisht që sot e bëjmë këtë debat për çështjet etnike, kam menduar se ne sot duhet të kishim hapur kapitujt, edhe kapitujt jenë 23-24 për shtetin ligjor, t'jen kapitulli për ambientin, kapitulli për harmonizimin e politikave. Kur nuk hapën për 20 vjet, do mundeshe për 12 muaj, 11 sa janë? Sot, po kur them 20 vjet, 30 vjet, prej 91. Sot po të kishin shkuar punët si duhet, ne sot debatin do e kishim mbi kapitujt. Ajo mbi marrëveshjen e Ohrit. Po këtu është qëllimi ky, që të pengohet rruga europiane, të sabotohet marrëveshja e Ohrit, edhe të ruhen monopolet financiare, politike, etnike, për shkak levërdisë të disa klikave të cilët aty e shohin interesin e vet. Më e keqja është që një grup shqiptarësh për shkak foteleve të tyre, karrierave të tyre, po duan ta legjitimojnë. Se mendoni që nuk shkon vendi drejt Bashkimit Evropian? Unë mendoj për shkak dilemave që kanë shumë se çka mund sjell Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian nuk kupton, njerëzit mendojnë se vetëm negociatat janë të vështira. Edhe më e vështirë është vetë antarësimi në BE për shkak se nuk kupton konkurrencë të hatashme dhe nuk ka më monopole. Nuk ka privatizim, kapital të privatizuar para 20 viteve ku ju e kontrolloni 80% biznesit, për shkak se ju shkatron komplet ajo konkurrencë e Bashkimit Evropian që ju bie brenda. Edhe ajo oligarki ruan 80% kapitalit këtu, bile edhe finanson partitë politike. Dhe unë mendoj që nuk dua të jem konspirativ, po ka një sistem i cili qëllimisht saboton integrimin Bashkimin Evropian për të ruajtur status quo. Për shkak se po u hap kapitulli 23-24, nuk ka drejtësi selektive, ka veting sistematik atë që e kërkon BDI-a për gjithë, për secilin, nuk ka më shtet kapur të prokurorisë edhe gjyqësorit, ka konkurrencë të hatashme, si thash, në ekonomi, prishje të dinamikave të cilët janë etabluar ndër vite. E kjo i shqetëson njerëzit dhe për ata gjejnë arsye. A ishte afër Maqedonia me Bashkimin Evropian pak para se të vijë kjo qeveria e ardhshme kur ju bëni, unë kështu ta quaj, ju ndoshta pak që keni udhëheq diplomacinë, arsyetoni ose elaboroni si ju mendoni. Kur me një iniciativë Ballkani i hapur ku faktorizoheshte Serbia në rajon, ose po dëshiron të shkohet drejt Ballkani, shihni ku është ironia e një politike mashtruese. Gjithë propagandën e kanë bërë rreth Ballkanit hapur, sot qeveria e Maqedonisë ose Ministria e Marrëveshjes së Ohrit udhëheqet nga njeriu i Putinit, Stojilković. Domethënë është bërë një element, një lojtar më kryesor i botës serbe është bërë qeveria e Maqedonisë, edhe tash Ballkani u bë fushat për Ballkanin e hapur, i cili projekt ishte i Shqipërisë para së gjithash, i Edi Ramës ishte si iniciativë, se ai donte të krijonte një platformë pajtimi në rajon, për shkak se mendonte se nuk mundet. Pa Kosovën do e bëj pajtimin, kur dihej që për Kosovën është e papranueshme. E lëm Bosnjën, e lëm Malinezi, pa Kosovën. Këtu është një debat, ka dy shkolla politike, se pajtimi shqiptaro-serb a duhet të jetë shqiptaro-serb, a duhet të jetë shtetet individualisht.
a duhen shqiptarët dhe serbët pavarësisht a jetojnë në Serbi, në Republika Srpska, në Shqipëri, në Kosovë, ku jetojnë, a duhet shqiptarët dhe serbët pajtohen si gjermanët me francezët që janë pajtuar pavarësisht shteteve, apo ka një shkollë politike që duhet Kosova të negocion vetë me Serbinë, Shqipëria të negocion vetë me Serbinë. Unë kuptoj që unë mendoj që Ballkani i hapur ka qenë një ide e instalimit një debati shqiptaro-sërb si tërsi. A ka qenë më i mirë, a nuk ka qenë më i mirë. Po e di që nuk ka qenë qëllim keq. Ka pasur idenë se ne në hasmëritve, se Ali Ahmeti e ka një shprehje shumë mirë. A kishte gatishmëri? Vetëm ta përfundoj. Ali Ahmeti e ka një shprehje, thot ka ose luftë ose pajtim. Nuk ka diçka të tretë. Tash ne në luftë nuk jemi. Atëherë duhet pajtohemi. Pse, cila është varianti i tretë? Kjo e armiqësisë përhershme. Prandaj po këtu përsëri them, këtu thehet e ndëgjova përsëri them, e ndëgjova Arben Taravanin që thotë kjo është qeveria më pro-serbe në 35 vitet e fundit, edhe e lidh me kontributin që ka dhënë Albin Kurti për këtë qeveri. Ironia ju të ndërtoni një fushat për Ballkanin e hapur si projekt i Tiranë, që tham, unë e kam dëgjuar për herë të parë në Tiranë, me një qeveri sot që është një lojtar i ekspozuar i botës serbe. Ju cekni, këtë po ta them se në fakt po e ceki si çështje, sepse më të vërtet dua gjitha ato përshtypje që janë në opinion, pse mos ti komentojmë. Kur tash e përdorim normal, shohim zotin Stojković si bashkëtor i afërt i Vučićit, edhe pse ai nuk e fsheh këtë. Jo, ai nuk e fsheh. Se është podcast kemi. A të pengon ty si me fajl që përgjegjës për marrëveshjen e Ohrit, ndihesh i nënçmuar, ndihesh i poshtruar se e ka bërë me qëllim, e ka bërë për me ta tregu vendin, ja, te marrëveshja e Ohrit, aty ku ka qenë Abdulaqim Ademi, ku ka qenë Imer Selmani, ku ka qenë Imer Aliu, ku kanë qenë njerëzit e gjitha partive për të implementuar marrëveshjen e Ohrit, ta ka sjell Stojkovićin aty. Njeriu që Kosovën ta çon Kosova dhe me tohi. A ndihesh ti poshtruar se kur flas unë që nuk është këtu qëllimi? Si e quan Vučići Kosovën? Ja, okay, në pyetje mund të të përgjigjem me pyetje. Si e quan Vučići Kosovën? Si do ne ta çon shteti i tij është qendrimi i tij, ne s'kemi punë. Si e quan Vučići Kosovën e para dhe e dyta? Maqedonia nuk guxon ta çon. Po nëse ne duam shtetin multietnik, duhet të jenë serbët pjesë e kësaj përbërje? Po jo të udhëheq marrëveshjen e Ohrit. Mund të udhëheq agjencinë për pakicat në 20%, për shkak se marrëveshja e Ohrit i kanë ndarë qëllimisht atë pragun që ta thash. 20% që është bë për shkak se ne kemi kërkuar 2001-shën të kemi status të popullit shtet formues të veçantë. A nuk erdhi ndoshta ky veprim i Partisë Maqedonase në pushtetin VMRO DPMN-s pikërisht aty ta çon zotin Stojković për shkak se në atë zyrë luheshte futboll. Më shumë se të luheshte futboll. Po çka se luheshte futboll? A duhet luhet futboll në përzyra? Shif, Jo, po tash shife, më pyetet. Kam drejt ju pyes. Jo, do të thon kështu. Ne e dim pse. A don ta ironizoj këtë? Jo, po edhe un po ironizoj. Në zyrën time e kam pasur një ashtu top për të ushtruar dorën. E dini janë praktike. Po. Atë kërkoj falje pse kam pasur një. Ama pse ama basketi në zyrë edhe futbolli. Edhe e di çka ishte më problematike, më ironizuese këtu, se bën video publike ku tregon opinion se çfarë. Jo, po them, është kjo rezultati një pasoje. Mos e arsyeto me fjalë. Nuk e arsyetoj, po pyes. Nuk ka arsyetim, duhet të arsyetojmë tash Mickovskin për shkak se dikush ka bën një video 2 minuta në zyret vet me top, e keni Obamën që ka bën njësoj në zyret vet duke gjuajtur duke udh basketbol. Edhe tash duhet ta bie Stojkovići nuk është pru për basketboll. Do të thon këtu mbas e merr si arsyettim ndaj Stojkovićit Stojkovićin e kanë pru për të na tregu vendin ton, për të na poshtru. Çdo sjellje, çdo fjali e kryeministit është për të na poshtru. Kur thot do ju nxjerrim për veshje është për të na poshtru. Kur thot do i marr, unë nuk i marr ata, do i nxjerr ata, veç fjala do i marr. Nuk jemi ne popull aq i poshtruar. Ne jemi popull që dje kemi festu lidhjen e Prizrenit.
jemi popull me dinjitet historik Në këto tema, prej Skenderbeut, edhe sot dikush ne na trajton me ju marr nuk ju marr, atë që kemi sjell, atë nuk veç mos më merr se po i arsyetoj se po i bëj. Nuk ta akuzoj, po atë nuk ka kriju ajo një mllef brenda që dikush ne para Stojkovićit a kemi sjell ne si shqiptar, që po e marr ne si shqiptar në udhëheqjen e BDI-s, një person ala më të keq se Stojkoviçi në Shkup. E kemi sjell Cardushanin, cili është krahasimi mes Cardushanit dhe Stojkovićit. E di pse? Çfarë krahasimi bën më fal? Udhëhecin e marrëveshjes Ohrit. Po çka është ai prokuroria është Cardushan. Jo, është un kam drejt pyesje, nuk e di. Ama nuk është pyetja ajo, si është pyetja ajo tash Stojkovićin që udhëheq marrëveshjen e Ohrit me përmendoren e Cardushanit në ku janë edhe figurat e gjitha komuniteteve tjera. Serbët e kanë zgjedhur Cardushanin, po jo të mabish Cardushanit te marrëveshja e Ohrit. Do e losht te agjencia për opozita ju akuzon që mos më marrësh personale, që ju e keni sjell Lavrovin në kohën kur ja hapët qellin edhe qellin e mbyllet për shkak të pandemisë. Ajo është, po, edhe kjo është akuzim. Ajo është kur u vendu në pozitë keqe atë sekretari i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara. Jo, ajo është mosnjë, ju mendoni se Lavrovi ka ardhur në Shkup pa koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As kishte mundësi të shmangët ajo. Jo, po jemi në podcast e bisedojmë, mos i merr tendencioze. Se kanë politikanë që më marrin tendencioze. Në Shkup, vetëm prezencën në Shkup është shpëtuar OSBE-ja. OSBE vendimet merren me unanimitet. Një shtet mos të votonte, edhe nuk mundeshte, do dështonte organizatën. Nuk do kishte më OSBE. Organizatë që e kanë formuar në vitin 1975 liderët më të mëdhej botror. Marrëveshja ishte, nëse e lejojmë Rusin të vjenë, se për shembull ne bllokuam Lavrovin të shkon në Beograd të takohet me Vučićin. Ne nuk i lam hapësirën ajrore me vendimin ton. Këtu kishte një marrëveshje edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Evropën. Çfarë bëjmë? A e pengojmë Lavrovin, por e dështojmë organizatën, apo do e lejojmë? Edhe kjo ka qenë marrëveshje e gjithëve që ai të vjen. Mendon se do vinte Blinkeni në zyrën time, po të kishte ndonjë veprim i cili është i pa koordinuar, po Blinkeni nuk ka qenë mbi sekretari i shtetit, një herë ka qenë në Maqedoni, edhe atë te zyrja e presidentit i ka mbledh presidentët e rajonit. Në ministrit jashtme, sekretar shteti i Amerikës nuk ka qenë asnjëherë. Ai ka ardhur këtu, e ka taku kryeministri, e ka prit në aeroport 5 minuta, po takimin e vetëm zyrtar e ka pas me mua në ministrinë e jashtme. Po të kishte pas në një veprim i cili është në kundërshtim me politikën. Po ajo ka qenë, ajo ka qenë. A mund thuhet diçka që s'është thënë deri tash? Ajo ka qenë maja, do të them, e diplomacisë në Maqedoni, për shkak se tash nuk ka pas në historinë e Maqedonisë një vizitë niveli të tillë në ministrinë e jashtme në atë ndërtesë, edhe veç prezenca e tij këtu ishte e mjaftueshme. Zoti Osman, nuk e di nëse për gjithë këto tema që i biseduam, a kemi diçka tjetër për të shtuar, se dua të shkojmë në 2-3 pyetje që kanë të bëjnë me politikën aktuale, për zgjedhjet lokale, për partitë politike. Nëse nuk keni lirish, domethënë. Do kthehem nëse duhet. Nëse duhet, po. Dua ti heki disa dilema që fliten në opinion në rastin e fundit, ne edhe si media ishim aty prezent për organizimin e 23 vjetorit në Çajir. Këtë po e marr pyetje, po e parashtroj si përshtypje që flitet në opinion. Pse një organizim aq i zbehet dhe pse jo siç është mësuar BDI të bëjë më parë? Ja. Merreni organizimin e njëjtë në vitin 2020 në Çajir. Ka pasur 10 fish më pak për shkak se ato nuk janë tubime. Ato janë kokteje, ku ftohen njerëz caktuar për të bërë një koktej rasti dhe për të shënuar ditëlindjen. Nuk janë tubime masovik, jo tubimet tona i keni po. Po për vjetore BDI ka ditë të më organizuar, bile ti shfaqet shumë më madhështore. Jo, zakonisht për vjetore ti bëjmë në për sallat hoteleve, për shkak se ato nuk janë tubime, janë kokteje rasti. Po, por qëlloj kësaj radhe pak para fushatës. Ku thirrim njerëz strukturës dhe ishte shumë solid dhe dinjitos si tubim. Cilat janë vizionet e ardhshme të Osmanit duke në aspektin e menaxhimit me Bashkimin Demokratik për Integrim? Tash e shohim se
si vepron e shohim deri ku është, megjithatë a i pritet vi leadership i ri në Bashkimin Demokratik për integrim ose do të mbetet struktura të njëjta? BDI ka qenë këto 10 muaj sulmi një agresionit pa parë ndaj një organizate politike shqiptare. Fillesat e këtij agresioni janë në takimin që është bërë në vitin 2022 ndërmjet kryeministrit tanishëm dhe ish kryeministrit atëhershëm me prezencë të oligarkisë, ku është konstatuar se shqiptarët janë fuqizuar tepër dhe kanë po na marrin shtetin. Edhe veçanërisht oligarkët janë friguar se shqiptarët me fuqizimin politik janë fuqizuar edhe ekonomikisht. Edhe për të ndalur këtë hoftë fuqizimi duhet të shkatrojnë BDI-n, për të shkatruar BDI-n duhet të vrasim politikisht Ali Ahmetin dhe pastaj e gjithë i shifni mediat të kontrolluara nga ky koalicion VMRO LSDM i ndërtuar aso kohë, është për të diskredituar organizatën më të fuqishme që ka fuqizuar dhe ka krijuar platformën e vetme mbarkombëtare. Ju shihni partitë politike shqiptare janë lokale. Gjitha partitë tjera i keni ose të bazuara në Çajir, në Strug, në Gostivar, në Tetov, po e vetmja platformë shtrirë, a sfida gjithmonë ka qenë, qëllimi ka qenë që shqiptarët i fragmentojnë në parti qytetesh, të krijojnë lider qytetesh, edhe ata të miren me problemet lokale, edhe të zihen mes vete, po asnjë mos të ketë një zë prej Likove deri në Strug, që do e institucionalizon këtë marrëveshje se ne jemi popull me status të veçantë shtetformues në nivel qendror. BDI thash ka qenë pjesë e një agresionit pa parë të gjitha pjesëve të sistemit. BDI u tregua se është një kull guri të cilës nuk i mungon një pjesë më e vogël në këto 10 muaj, po është më e fortë se kurse ata të cilët ishin ndërtuar si pjesë e një projekti të inxhinieruar për të dëmtuar sot janë bërë pikë kur është kaq e fuqishme, po të pyes shumë sinqerisht. Po si nuk ka. Ja t'ju pyes. Po unë ja të më kuptoni se. Okej, e kemi Byer Osmani që tash nuk ka pozitë, ka pozitë partijake, por nuk ka pozitë për shembull në kuvende kështu më radh. Nëse e shihni strukturën e Bashkimit Demokratik për Integrim brenda kuvendit, mosha mesatare është 55 vjeç, mos gaboj edhe 60. Jo, 55. Merre ti për shembull, merre në struktura tjera që për momentin e krijojnë politikën e BDI-s, në opinion, mosha mesatare është shumë e lartë. BDI gjithmonë kuadrat politik shqiptar janë krijuar si pjesë e konteksteve të ndryshme, sistemeve të ndryshme. BDI është vetmja parti politike e cila ka filluar të krijon kuadrat e shkollës vet politike, të cilët janë ndërtuar. Jo këto aktivitete. Merreni për shembull 4 nënkryetarët e partisë. Gjithë janë të moshës 40 vjeçare, aty është. 4 nënkryetarët e partisë. Merre sekretarin e partisë, merri kryetarët e degëve. Ja, kryetarin e degës ku jeton ti në Strug, Faton Pollazhani, merre Valdet Xhaferin në Gostivar, merre Faton Ahmetin në Tetov. Domethënë prej lart piramide është BDI është vetëm e cila është riformuar, por logjika e Ali Ahmetit ka qenë se organizata politike nuk mund shkëputet. Ju merreni ne kemi pasur fatin jo të mirë si shqiptarët Maqenisë Veriut që mos kemi konzistencë, të krijojmë një organizatë politike e cila është e qëndrueshme. Ja, LSDM VMRO janë prej 91-shës vetëm 2 partitë politike. Te shqiptarët ndrohen çdo ditë prishen partitë politike. Vetëm BDI që sfidon atë tendencë edhe pak të brendshme të bajraktarizmit ton, edhe të jashtme të cilët duan të na bëjnë në police, në qytete, në parti qytetesh. Merreni CDU-n, merreni SPD-n, merreni demokratët dhe republikanët në Amerikë. Gjithkund janë organizata, merrem për shembull, edhe ju nuk guxoni të bëni shkputje. Ju vetëm bëni ripërtrirje të vazhdueshme. Ku këta të cilët janë gjeneratë brezi i vjetër, spostohen për të bërë shpatull mbi të cilën do të ngriten kuadrat e reja, po duke ruajtur konzistencën e idesë. Merri ministrat e fundit qeverisë fundit BDI-s, cili ishte në moshë mbi 40 ministrat e fundit. Është shumë interesante se në kuvend tash në opozitë kur je zakonisht politika më e madhe bëhet në kuvend. Për shkak se ato ishin vlerësime të partisë për ku i ruan një pjesë të organizatës, për ku e ruan një pjesë tjetër, domethënë ato janë çështje të kombinimit të brendshëm dhe strategjisë partisë. Mirë po, nëse ka një parti politike që është ripërtrir, që u ka dhënë
shansa të rive, por që ka ruajtur mozaikun e vlerës njerë prej ku ka dalë, se BDI nuk ka dalë, nuk është krijuar si projekt në për te vëmëroja atje në Pallatën e Bardhë. As nuk është kriju në studio televizive, si thot Ali Ahmedi. BDI është kriju në një stikame, edhe prandaj duhet truhet ajo vlerë, dhe ajo vlerë nuk guxon të shkputet prej BDI-s. Mirë po duhet të ripërtrihet me gjenerata të reja. A është perfekte? Nuk është perfekte. Në familjet tonë nuk jemi perfekte, gjem një organizatë që ka 32.000 antar e nuk do ketë njerëz të cilët edhe e keqpërdorin detyrën edhe prishin imazhin edhe gjithë. Po unë m'la përshtypje shumë në një anketë, tregoj drejtë, e kemi bë, edhe i pyetëm njerëzit çka vlerësoni te BDI. Pjesa dominuese e përgjigjes ishte edhe përkundër gabimeve qëllimin e kanë të mirë. Edhe sa më erdhë mirë ajo përgjigje që njerëzit e kanë vlerësuar se ne kemi një vizion të qartë se çka duam të mbrim. Ne kemi përcaktuar, ne nuk i ndrojmë qëndrimet varësisht se çka flasin rrjetet sociale. I shihni këta liderët e qyteteve, të partive të qyteteve. Një situatë emocionale jashtëzakonshme, ata bëhen patriot. Ja merre Bilal Kasami. Kur ish me LSDM-n të koalicioni Mozheme, kërrejt profil tjetër identitet politik. Her bëhet nacionalist, her patriot, her si ishte ajo koncepti një shoqëri për të gjithë. Njerëzit i lexojnë mirë politikanat. Edhe ata duan të mbështeten te ata. Ata nuk presin prej politikanëve të jenë perfekt, se e dinë se gjithë jemi njerëz. Edhe ti, edhe unë, edhe secili ne të pyetet njerë, a jemi ne të përkryer? A kemi gabime? Kemi. Edhe ata e dinë që politikanët nuk janë pa gabime. Po ata i vlerësojnë disa pika kritike. Keni qëllimin e mirë? A jeni konzistent në qëndrimin tuaj? A keni eksperiencë mjaftueshme për të bërë punë? Dhe a mund të mbështeten mund të ty? Njerëzit mbështeten te Ali Ahmedi, se e dinë që ai mba një kull gurit, cilën nuk e ka rënuar e gjithë kjo stuhi këto 10 muajt e fundit, edhe ai kur mund të runë këtë organizat, ai runë edhe popullin. A keni bë gabime në ndryshimin e qasjes për shembull? Po pyes shumë siç ishte, sepse s'dua ta zgjasim shumë, dua sa më shkurt, se 2-3 pyetje, se e kemi zgjatë ndoshta podcastin më i gjatë dhe vjen mirë se besoj që kemi pas bisedë shumë interesante. Për shembull, a keni pas ndryshim të qasjeve dhe ato ndryshime drastike, për shembull duke kaluar prej tek ato tubimet me këngë me parolla kombëtare, pastaj tek tuna dhe ledrivula, tash ti prapë kthehemi qytetisë. Jo. Ka pas debate, pse sikur këto pyetje që mi bën ti, pse nuk reformohen? Edhe në BDI ka pas, pse ne nuk bëhemi më modern? Edhe ajde, okay, do e provojmë një fushat ku i do jetë. Jo, a janë gabime, dim se më tha, kemi gabime. A mund të shojmë këto si gabime? Ka gabime. Këto ka në evoluim e sipër, çdo organizatë politike tenton të jep frym tjetër. Ndonjë dele mirë, ndonjë nuk dele mirë. Po ata janë pjesë, sikur në jetën e përditshme. Mundohesh të bësh një punë, nuk del mirë, e le, e bën një punë tjetër. Po nuk mund të tash le tash me sportivitet ti marrin partitë politike tash doli mirë. Po ajo është punë e brendshme, po ajo është Sami që okay, e provoj me ato janë ato janë diku tjetër, nuk janë BDI. Ato janë vijat e trasha strategjike. A bëjmë ne ngjyrën e gjelbërt, a e bëjmë ngjyrën e kaltër, është puna e brendimit tonë të brendshëm, nuk është punë që i ndryshon jetën e qytetarit. Ama vizioni im mbi marrëveshjen e Ohrit ja ndryshon jetën e qytetarit. Vizioni im, puna ime për balansusin ja ndryshon jetën e qytetarit. Këtu ne nuk guxojmë të jemi jo konzistent në diçka që ndikon në jetën e qytetarit. Ajo se si duke mund kë e thiri këngëtar në fushat, tash e kemi edhe ne një çfarë autonomie të bëjmë në shtëpi tonë, si jemi. Po si na kushtoi kur s'kemi humbur asnjë palë zgjedhjen e 18 vite, 18 cikle zgjedhore. Jo, ajo ishte projekt. Ai ishte projekt për t'tregu se ne në të ardhmen kërkojmë edhe mandat për të udhëhequr shtetin. Për shkak se ne gjithmonë kemi në mbrapa mendjes se ne jemi popull shtetformues këtu dhe ne nuk guxojmë të trajtohemi, prandaj ne as shumë na pengon ajo keve zemam. Nuk je ti askush da me zemesh, se unë jam popull shtetformues këtu dhe ne këtu bashkë qeverisim dhe unë kam të drejtë të pretendoj
të marr mandat për të udhëhequr shtetin, sikur ti që pretendon të marrësh mandat për të udhëhequr shtetin. Edhe normalisht se pakicat në 20% mos shumti kanë përfituar prej marrëveshjes së Ohrit. Mos shumti kanë përfituar prej politikës së BDI-s. Se ne kur kemi luftuar për një politikë që është e mirë për shqiptarët, kanë përfituar edhe tjerët. Edhe prandaj bile ndonjëherë ndoshta më shumë ato kanë të tjerët kanë përfituar se sa shqiptarët. Mirë që kanë përfituar, Çdo kush i do të gëzojë drejtat e barabarta. Vërtet e zgjatëm edhe besoj që është biseda interesante. Mirë, po dua edhe 2 pyetje shkurt. E para aty ku e nisa si temë ose si sekuencë. Domethënë, nëse nesër zotëri Ali Ahmeti vendos që të pensionohet, kush do ta udhëheqë për ti? Që i fund mendoj që ose thjesht, ose po jo pyes direkt, a keni pretendime ose ndjeni veten se mund ta udhëheqni një subjekt si Bashkimi Demokratik? Sinqerisht mendoj që Ali Ahmeti derisa ka shëndet edhe ka mundësi edhe veçanërisht për shkak nuk dëshironi ta lini të pensionohet, për shkak se situata është e tillë dramatike ku betejë më nuk është partijake. Më vije keq që betejë është për të mbrojtur më të shenjtën të statusit ton juridiko-politik. A do lejojmë të shndrohemi në pakicë të parëndësishme, a do e ruajmë statusin ton të popullit shtetëformues. Po thehet çdo ditë. Dhe këtu nuk kërkohet vetëm për Ali Ahmetin që të jetë në vit detyrës për të bërë punën e vet, që është e bë mirë. Kërkohet prej meje, po kërkohet edhe prej teje. Kërkohet edhe prej kamermanëve këtu. Gjithë ne duhet bëhemi një për shkak se kemi përgjegjësi ndaj fëmijëve tonë. Po e lejuam ne që të normalizohet koncepti njëri përfaqësimit, që ai të zgjedh Partia Maqedone zgjedh përfaqësuesit tonë. E di çka do ndodh? Elita politike shqiptare s'do ketë më nevojë të miret me popullin. Do sillet te ato kafenet afër pallatit të bardh, nëse bën mëshirë Mickovski t'i merr në qeveri. Mirë, po pyetja ishte a mendoni që ju mund ta udhëheqni Bashkimin Demokratik ose t'jeni lideri i Bashkimit Demokratik? Nëse ditë zoti Ahmeti vendos thotë dua të shkojnë në pension. Këtë duke thënë me tendencë negative, është proces natyror. Mosha mos shkosh pension. Sinqerisht mendoj që këto janë kohra ku na duhet një njeri me urtësinë, me eksperiencën, me vizionin kombëtar që e ka Ali Ahmeti, të gjithë ata të cilët e kanë paragjykuar, kanë qenë kundërshtar për shkak se thjesht i ka kap fryma anti-BDI që është bërë, një orë me Ali Ahmetin, edhe ndryshojnë mendimin për shkak se e shohin se ai nuk flet për punë të ditës. Ai nuk flet për zgjedhjet e ardhshme. A ishte kështu rasti edhe me zotin Kanavari? Ai flet për gjeneratat e ardhshme. Besoj që po, se kjo është ajo që i thën njerëzit kur e shet që Ali Ahmeti nuk flet për zgjedhje. A ka vend të zotit Kanavari të jetë pjesë e Frontit Evropian, në qoftë se edhe pse tash e thot hapur që do dalë vetë do të kandidojë, të jetë pjesë e Bashkimit Demokratik ose e Frontit Evropian në zgjedhjet e ardhshme? Unë mendoj që tash vizioni politik është komplementar me zotin Taravari. Nuk besoj që mund të ketë një shkrirje në front ose në BDI për shkak se ata kanë dallimet e tyre. Jo, pjesë e frontit. Kanë dallimet. Ne na bashkon me zotin Taravari për momentin ideja se ky zullum, si thonin këta, duhet të ndalet, nuk guxon të normalizohet poshtrimi i krenarisë që po i bëhet shqiptarëve. Në botë nuk dua të teoretizoj, po ajo që është më aktuale është debati mbi politikën identitare. E pranvera arabe, a e dini si fillon? Nis me një shuplak të një shitësit cigareve atje në më duket në Libi, edhe ai vetë ndizet për shkak poshtrimit. Jo pse ja marrin atë kutin me cigare. Po për shkak shuplakës vetë ndizet, edhe ajo është faktori që e ndez gjithë botën arabe me pranverën arabe. Edhe këtu është ai shkrimi i Fukuyamas te libri i tij Identiteti, ku thot kjo është emocioni më i madh, është të prekni njerëzit te identiteti, te krenaria që i ba në këmbë, që a mba kokën lart. Këtu sot po preket kjo. Ne do i përballojmë këto punësimet 20-0. Ne jemi popull vital edhe do rikthehemi edhe më fuqishëm. Mirë po nuk e falim
të kapjem përveshje, nuk e falim poshtrimin që na bëhet për shkak se po preket. Nëse nuk e harrojmë, se e din, nëse harrojmë kaluarën, të kemi pasojë edhe për shkak se kjo është ajo shuplaka kolektive që po i jepet një popull i tërë i cili nuk është më në gjendjen që ka qenë dikur, po është një popull me 3 universitete, i cili çdo ditë prodhon kuadro, është popull i cili ka ndryshuar edhe vetdijen kolektive dhe vetbesimin kolektiv për vetveten dhe nuk e toleron shuplakën kolektive dhe poshtrimin që po i bëhet. Zoti Osmani, dua edhe një pyetje për në fund lidhe me këtë sinën pyetje për këtë fund. Nëse do të vijnë dilemë zoti Talavali ose zoti Sela, kush do të jetë më i kapshëm brenda Frontës Evropiane ose brenda një bashkëpunimi me BDI-n, kur shihet qartë se ka më plasaritje mes tyre dhe nuk kanë durim ndaj njëri tjetrit? Unë mendoj që kjo është kohë që do i bashkon edhe kundërshtarët më të mëdhej politik. Unë thash në fillim që nuk dua të ofendoj, ma tepër ta marr si simbolike, kjo garë në të ardhmen do shndrohet në garë mes shqiptarëve dhe shqiptarëve të vëmëros. Kështu është filluar të krijohet perceptimi për atë grup fraksionesh atje, të cilët e shohin degradimin. Po pyetja ishte kush prej tash unë mendoj që dytë janë në anën e duhur të historisë, edhe si tillë do na vlerësojnë edhe fëmijët tonë, brezat që vijnë, se ku kemi qenë. E dini atë storjen se në podcast mund të flasim më lirë me storjen e Mizës, me një situatë ku ndizet një qytet, është thënie profetike, është fetare, edhe merr një mizë, një bubrez për të fik zjarin me ujë. Edhe ato i thonë, ti do fikish zjarin? Thotë, unë e di që nuk e fiki, po e du ta din se në cilën anë kam qenë kur është ndes zjari. Tash është koha se cili prej nesh, ndoshta nuk kemi fuqinë për të fik këtë zjarr, për të ndalë këtë zullum, po duhet të tregojmë më spaku se në cilën anë kemi qenë atëherë kur është tentuar të na jepet shuplak kolektive dhe publike para gjithëve si bombull edhe të na nënshmohet krenaria jonë. Zoti Osmani, unë me vërtet falenderoj shumë për kohën, edhe pse e zgjat ky është ndoshta podcasti më i gjatë në bisedë, edhe besoj që ka qenë një bisedave konstruktive. Je munduar që të jemi pak edhe më interesant për qytetarët, por jo interesant për show, por me argumentime, me fakte edhe kështu me radhë. Dua t'u ala hapësirën si gjithë mysafirëve. Fjala e fundit për ju, trajtoni qytetarit, kolegëve, kujt që ju dëshironi. Po mendoj kjo e fundit që e thash edhe ishte mesazhi, është koha ku e dini atë shprehjen profetike, nëse nuk mund të bësh diçka me dorë, bëje me fjalë, nëse nuk mundesh me fjalë, bëje me zemër. Tash është koha ku secili prej nesh duhet të zgjedhim njërin prej këtyre veprimeve. O do e ndalim me votë, o do e ndalim me fjalë, me shprehje, o fundit do e ndjejmë me zemrën tonë se nuk jemi pjesë e normalizimit dhe legjitimimit të poshtrimit të një populli krenar i cili aq shumë ka sakrifikuar për të arritur këtë dinjitet kolektiv dhe institucional, dhe porosia ime më e fundit është koha që secilit kontribon që t'i bëjmë përsëri shqiptarët zot në shpinën e vet. Do të thonë edhe një herë falenderoj shumë, besoj që të kemi raste edhe të tjera kur do të ulemi, do të flasim. Tash besoj për shkak se ishit për herë të parë mysafir, bëm një retrospektiv gjërave, besoj që radhën e ardhshme të flasim për gjëra që janë aktuale ose edhe për ato që duhet të na paraprin si procese ose si çështje në të ardhmen. Edhe një herë falenderoj dhe shpresoj që të jemi përsëri së bashku në të njëjtën studio, por edhe në mënyra të tjera, por kryesorisht jemi në hapësirat e. Faleminderit shumë. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët, që kishit durim ta dëgjoni kaq gjatë. Shpresoj që keni pas nerva dhe durim na shihni në këtë podcast kaq gjatë ku mes lloj që dham informacione, por edhe hapëm çështje që me të vërtetë janë aktuale. Bashkë që jemi në Pik podcastin e radhës.